për cilin nuk ka asnjë faturë doganore, tatimore, bankare ose ndërtimore. Shifni rrugët. Kompania e atij që ndërtoi pallatin i ka ndërtuar. Se ku dalin parat e pallatit të lindës në paj. I paudh është ai i cili firmos 8 muaj përpara për t'i dhënë kompanisë 8 pikë që nuk ekzistonte. Por djegësit e Tiranës dhe djegësit i Tiranës sot nuk ekziston. Janë shpenzuar 130 milion. I paudh është ai i cili për dufe dhe urrejtje përzën televizionin Agon Channel dhe gjobit shqiptarët 120 milion euro. I paudh dhe baloz korupcioni është ai që zhvendos portin, grabit portin mijëra vjeçar të shqiptarëve, me një vlerë totale komplekse me gjithë ndërtimet që do bëhen 4 miliard euro. Dhe duhet ndërtojnë shqiptarë tani për Dubajin e tij të 1.000 netëve të ndërtojnë një port të ri. I paudhë është ai që merr Lubi Ballukun për krahu, prish tenderin që ishin për të cilin ishte për tunelin Llogaras, për të cilin ishte ofruar oferta slovene me 130 milion euro. E anullon tenderin dhe shkon merr kompaninë turke dhe jep asaj me 190 milion, ndërkohë që tunelin ndërton Gjoka që kishte ofruar me 140 milion, zhduken 50 milion me Tiranë të lapsit. Ky është i paudh. I paudh ai që ndërton rrugë të cilat kushtojnë maksimumi 3-4 milion euro me 20 sa milion euro. Dhe ky është Edi Rama. Ky është Edi Rama. Këto janë të paudhët që i bllokojnë Shqipërisë rrugën për Bashkimin Evropian. Që lanë pensionistë me pensione më mizerabel, që lanë studentët me tarifat më të larta. E dini ju që studentët në Shqipëri, pas Britanisë Madhe dhe Hollandës, paguajnë tarifat më të larta në Europë. Studentët shqiptarë, studentët e vendit më të varfër, paguajnë tarifa në proporcion të paktën 5 herë më të larta se Austria, ose 6. Jo në proporcion, nominalisht, se në proporcion shkon dhe 60 herë më shumë. Apo se Gjermanët, apo se vendet tjera.